Programi Decentralizimit dhe Zhvillimit Lokal DLDP, i financuar nga Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatuar në Shqipëri nga Helvetas, që nga viti 2006 po mbështet ecurinë e procesit të decentralizimit në vend, kjo përmes forcimit të kapaciteteve të bashkive dhe komunave në qarqet e Shkodrës dhe Lezhës si pjesë e përmirësimit të zhvillimit rajonal në veriun e Shqipërisë. Vitin e shkuar, programit ju bashkangjitën dhe qarqet Kukës, Durrës dhe Dibër, të cilët do të kenë mundësi të përfitojnë nga praktikat e zhvilluara deri më sot, një prej cilave edhe zyrat me një ndalesë. Gjatë fazës së parë të programit DLDP, u mundsua projekti asistencës dhe ngritja e 7 zyrave me një ndalesë, këto në komunën Daqi Bregu të Bunës, Bushat, Shëngjin, Velipoj, Kallmet, si edhe në bashkitë Shkodër dhe Lezhë. Projekti arriti të vënë në zbatim një nga nismat më të avancuara në ofrimin e shërbimeve më të mira administrative në nivel vendor, mbështetur kjo nga teknologjia e informacionit, e cila mundsoi një përmirësim rrënjësor të cilësisë së shërbimeve për komunitetet lokale dhe një standard të ri informimi dhe komunikimi për komunitetin. Zyra me një ndalesë solli një transformim të marrëdhënieve që ne kemi me publikun, solli një rritje të efikasitetit të shërbimeve, mënyrës së organizimit të shërbimeve që ne i ofrojmë publikut, po ashtu solli edhe një intensifikim të marrëdhënieve me gjithë anëtarët e komunitetit që jetojnë në emigracion. Me një fjalë, zyra me një ndalesë për ne ishte hapi i parë dhe i domosdoshëm drejt një qeverisje moderne elektronike në shërbim të qytetarëve. Instalimi i 5 moduleve të sistemit të informacionit në këtë zyrë ka ndihmuar në përmirësimin e punës së administratës publike, ka ndihmuar në përmirësimin e shërbimit ndaj qytetarit, ka zvogluar kohën e marrjes së përgjigjes dhe të shërbimit dhe i ka dhënë mundësi qytetarit që të ketë akses në dokumentacionin e tij të dorëzuar. Të gjitha shërbimet i marrëm këto në këtë zyre, edhe ndryshimi është sepse këto koha për ne ka tepër vlerë, në qoftë se sot për shembull i marrëm për 10 minuta, atëherë përpara u duhet një ditë ose gjithë para ditën njerëzit ishin më rrallë. Ndryshimet e fundit ligjore në kuadër të reformës territoriale dhe më gjerë parashikojnë ofrimin e shërbimeve sa më pranë qytetarit, përfshirë këtu edhe ato komunitete që pas zgjedhjeve të qershorit do të trajtohen përmes njësive administrative si pjesë e njësisë së madhe vendore. Ligji për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore, me ndryshimet e miratuara në prill të vitit 2015, përcakton detyrat që administrata e njësisë administrative do të ushtrojnë brenda jurisdiksionit të ri territorial të pas zgjedhjeve vendore të qershorit. Kështu administrata e njësisë administrative do të jetë zyre e shërbimit për të gjitha procedurat administrative në kompetencë të bashkisë. Përvojën e përmirësimin e shërbimeve publike, përfituar nga ngritja e zyrave me një ndalesë në 7 njësitë vendore në qarqet Shkodër dhe Lezhë, ne synojmë ta zhvillojmë më tej duke promovuar dhe ngritur një model më të avancuar shërbimesh përmes sistemit të zyrave të integruara me një ndalesë. Kjo do të thosë se duke shfrytzuar avantazhet e komunikimeve elektronike, brenda një njësie vendore do të krijohen disa qendra me një ndalesë të bashkëngjitura me njëra tjetrën, të cilat do të zëvendësojnë administratat e deritanishme vendore, jo rrallë të fryera dhe statike. Modeli i zyrave të integruara me një ndalesë ofron shërbime për qytetarin kudo ku ai ndodhet, qoftë kjo në njësinë administrative apo në komunën e sotme, qoftë dhe nëpërmjet kanaleve alternative të komunikimit si web portal, SMS, email, kioskat vetë shërbimit apo call center. Kjo mundësohet nëpërmjet një sistemi informatik i cili lidh sportelin që ndodhet në njësinë administrative me zyrat e produksionit që ndodhen në bashkinë qendrore. Kërkesa e qytetarit për shërbim merret në sportel në njësinë administrative në komunën e sotme, përcillet elektronikisht nëpërmjet sistemit informatik në bashkinë qendrore, trajtohet në bashkinë qendrore dhe i kthehet përgjigje qytetarit për kërkesën për shërbimin e vet. Përtej zgjidhjes së problemit të ofrimit të shërbimeve në njësitë administrative, modeli i zyrave të integruara me një ndalesë krijon hapësira për integrim me sistemet e tjera të informacionit të ngritura në nivelin e qeverisjes qendrore, duke shkëmbyer të dhëna me to dhe duke mundësuar afrimin tek qytetarit të disa shërbimeve të qeverisjes qendrore, për të cilat shpesh ai duhet të udhtojë në qytetet kryesore ose edhe në Tiranë. Dita, si kam nevojë për lejen e transportit mirë. Një dokument identifikimi.
Firma së pak, të lutem. Është fatura, 1.000 lekë, duhet të paguani tek Arka. Dakor, faleminderit. Po, mandatin? Në rregull, hajdeni nesër. Mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim. Mirëdita. Po janë certifikata jemi? Patjetër. Urnë edhe certifikata. Gati. Faleminderit, ditën e mirë. Mirëdita. Arsye ndalimi verifikim dokumentacioni, licencë për transport mallësh. 1 minutë lutem të verifikoj pak licencën. Verifikoni pak licencën. Faleminderit. Në rregull, rrugë mbar. Identifikimi i modelit të zyrave të integruara me një ndalesë ka qenë një proces sa konkurrues, aq edhe pjesëmarrës. Kompani të specializuara në fushën e qeverisjes elektronike, organizata të shoqërisë civile me përvojë në fushën e pushtetit vendor, por edhe aktor politik bërës, përfaqësues të agjensive dhe institucioneve të specializuara në nivel nacional, aktor të pushtetit vendor, politik bërës e ekspert u angazhuan për të dhënë më të mirën në një model funksional, i cili do t'i përgjigjej sfidës së ofrimit të shërbimeve, tashmë në kushtet e reformës administrative territoriale. Sot shprehemi me kënaqësi që modeli ka dhënë rezultatet e para të testuara edhe përmes perceptimit qytetar. Tashmë kemi një model pilot i cili ka provuar të jetë i suksesshëm. Si i tilla i ka tërhequr edhe interesin e organizatave ndërkombëtare dhe qeverisë shqiptare. USAID, Banka Botërore, UNDP-ja janë shprehur të interesuar për ta hulumtuar më tej këtë model dhe mundësitë që ai prezanton, sikundër qeveria shqiptare i ka përfshirë parimet e tija në agjendat më të rëndësishme të politikbërjes si strategjia e decentralizimit, strategjia e administratës publike dhe agenda digitale. Le t'i uroj modelit rrugë të mbar, qytetarëve shërbime cilësore në kushtet tashmë të reja, ato të një reforme administrative territoriale që do duhet të synoj shërbime më eficiente dhe një jetë më cilësore për komunitetet. Në përpjekjen për formëzimin e 61 njësive të reja vendore të pas 21 qershorit të këtij viti, DLDP është e gatshme të mbështesë ato me përvojën e krijuar përmes modelit pilot të instaluar në Lezhë Kallmet, duke advokuar për shtrirjen e një modeli të tillë në të gjithë njësitë e ardhshme vendore. DLDP synon që me ngritjen e rrjetit të zyrave të integruara me një ndalesë të shndrojë bashkitë partnere në Smart City, një koncept ky i ri që qeveria shqiptare po e promovon gjërësisht përmes praktikave inovative në nivel vendor. Ndaj të gjithë janë të ftuar të kontribuojnë në një nisëm të tillë.